Të nderuar shikues, rikthehemi në pjesën e dytë të duelit ndërmjet Trepçës dhe Borës pas 20 minutave të para, 47 me 35 në të mirë të Mitrovicave, të cilët turbinat i ndezën në gjysmën e dytë të qerekut të dytë. Bora rezistoi maksimalisht, pati edhe përsin deri në +3, megjithatë Mitrovica se të udhëhequr nga Triljan Ajrizi, i cili tashmë ka realizuar 15 pikë, e marrën kontrollin e ndeshjes për të krijuar përsi dyshifrore dhe për të hyrë në pjesën e dytë me +12, pas Ajrizit luajt mirë, shfaqi edhe Amzil me 9 pikë, teksa u ndihmuan edhe nga Jones, Hesbrook, por edhe Mikajlit Mushici në anën tjetër me nga 8 pikë. Luajtën Cheese e Hunter, ka faull në sulm, më duket se ishte Peyton ai i cili shtyu Hesbrookun në anën tjetër, ku është duke u zhvilluar edhe dueli tjetër kësaj gjëre ndërmjet Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit. Portokallit Zenit kanë krijuar si prej 9 pikëve, 60 me 51. Gjekovi Payne gjuan për 3, nuk është i sakt. Amin Hot, si në 2 lojtarëve merr top. Adem Mekic, ati 1-1 me Hesbrook, lëvizje bukur, ndërsa faulli është i Hesbrook ndaj Jules. Ne shohim edhe një lëvizjen e bukur të Adem Mekicit, i cili e gjeti të lirë Julesin. Gjithsesi nuk e lejoi Hesbrook që të realizon në kosh 2 të lira për të. Qëllon në tentimin e parë, pika e parë e Jules. I sakt është edhe në të dytën. Payne tek Jones, Mushic, kanë edhe njëherë topin tek Gjekovi Payne, Mikajlit Mushic, Hesbrook, nuk humb kohë, gjuan pavarësisht që ja vonoi paksa atë pasim, Mikajlit Mushic i kërkoi edhe më pas falje, por asistimi i tij, ai pasim nuk shkon hoq, i sakt Hesbrook. I top tek Jules që blokohet nga Sean Jones, fenomenal. Hesbrook edhe njerë të dalet për 3 pikë, kësaj radhe nuk është i sakt. Topin e duart e Alexander, që ka presionin e Mikajlit Mushicit, shkakton faull ky i fundit. Rezat Mehmeti të rikthen topin e lojë. Sa e shojmë edhe njerë blokadën e Sean Jonesit ndaj Julesit. Faull në sulm. Duhet që ishte Jules ai i cili nuk u vendos mirë në blok. Mundësi për Mitrovica që të shkëputen edhe më tepër në rezultat. 38 pikë i realizuan 2 ditë më parë në qerekun e tretë. Nuk shkon pasimi Hesbrook. Amin Hot tek Adem Mekic. Tjetër personale. Hunter. Mehmeti, gjuan për 3, Rezart Mehmeti nuk është i sakt. Jules lufton kësaj radhe, arrin të e marrë top, por Hunter nuk qëllon për 3. Mushic me i larti në kërcim. Gjekovi Payne, gjende vërtimin bukur, bën slalom, realizon 52-37. Tashmë vetëm se po shkëputen Mitrovicasit
vazhdojnë aty ku e lanë në fund të pjesës së parë. Hunter vetë shkojnë deri në fund. Është I sakt. Alex Hunter, pika e 10 e ti, I pari me pikë 2 shifrore tek Bora, 52-39. Tmushic. Sean Jones do të gjuan për 3. Në harpën e parë, mbeti shkurtër e gjuajtje. Adem Mekic ndalet në anën tjetër kthen topin tek playmakeri Hunter. Çfarë më sën zgjatur Prishtinasit. Mehmedi edhe një herë gjuan për 3, nuk është I saktë as kësaj radhe. Personalja e Adem Mekicit ndaj Khaled Mushicit. 3 zëvendësime me një herë nga skuadra e Borës. Qiz, Zeqiri, Jetmir Zeqiri si dhe Gen Zeqiri janë në loj. Në anën tjetër pam Ole dhe Hasbrook. Tmushic. Kur shkon deri në fund, realizon. 54-39. Pika e 7 e Mikajlit Mushicit. Cili ka edhe 3 kërcime, si edhe 2 topa të vjedhur. Nuk shkojnë sulmi kësaj radhe I Mitrovicasve. Në fakt, I Prishtinasve teksa në anën tjetër me personale ndalet Sean Jones. Nuk qëllon në tentimin e parë. Edhe paraprakisht ishte 50% I sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. Dëshojmë aty të arrijnë të mban këtë përqindje. 7 pikë të Sean Jonesit sonte. Vazhdon me 50% saktësi, ka shtuar edhe 4 kërcime, 2 blokada, 8 pikë. Hunter. Bentovin tek Tyler Cheese që realizon për 3. 55-42. Ka faul në sulm ndaj Hunter nga Jones. Cheese tek Hunter. Shanë korner Gen Zeqirin. Tyler Cheese gjen një korridor për dëbërtuar jo dhe pikët. Mustafa Amzil më I larti në kërcim. Personalja e Jetmir Zeqirit. Ne shojmë një tentimin Tyler Cheese, teksa ky është momenti kur Zeqiri shkakton faul. Edhe një herë do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Mustafa Amzil 7-5 sonte nga kjo pozit. Nga bën në tentimin e parë. 5 nga 9 pikët I ka realizuar nga vija e gjuajtjes së lirë Amzil. Teksa I pati edhe ato 2 kundër sulmet. Pika 10 e Amzil. Lojtari 2 tek Trepqa me pikë 2 shifrore për 56-42. Hunter.
Alexander. Kërkon loja 1-1 me Amzil. Altarin të shfrytëzon shpejtësinë e tij. Perfekt në mbrojtje kësaj radhe. Mustafa Amzil nuk arriti ta shfrytëzon Alexander shpejtësinë përballë gjatësisë Amzilit. E detyroi të gabon në hapa, e bllokoi gjithashtu edhe po të mos gabonte në hapa. Jones tek Henry. Bukur, Sek Henry shkon deri në fund. Në realizon 58 me 42. Sa po i shohim fytyrat e buzëqeshura tek Mitrovicasit, pasi po e vazhdojnë aty ku e lanë në fund të pjesës së parë, duke mbajtur kontrollin e ndeshjes dhe duke kontrolluar normalisht edhe epërsinë. Rikthehemi pas këtij timeouti. Pak se 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë, 11-7 në këtë çerek. 58 me 42. Cheese tek Peyton. Amin hëndë gjuan për 3. Nuk qëlloj, por vazhdojnë të mbajnë pronësinë e topit Prishtina si teksa Jules arriti të realizon për 58 me 44. Jones tek Amzil. Deri në fund Mustafa Amzil. Edhe njëherë është i sakt në disponim të mirë sonte Amzil për lojë. 12 pikë të tij për 60-44. 3 minuta e gjysmë tashmë. Dhe në përfundim të këtij çereku, përgjigjet Cheese. 13 pikë tashmë të Tyler Cheese, më i dalluari tek Bora. Jacoby Payne, Sean Jones, afër tij është Amin Hunt. Dhe në fund shkoi Sean Jones. Nuk arriti të realizoni, ishte Mikajl Mušić ai që kërceu për të marrë top dhe sulm, por nuk arriti të mpoha brenda vijave. Ta shohim edhe një herë. Ka luajtur i fundit të Mušić. Tyler Cheese. Edhe njerë gjenë të bërtimin Cheese, por nuk qëllan, gjithsesi do t'jetë në vjene i quajtjes së lirë. Shojmë të bërtimin nga ana e majtë e Cheese. Kthehej në lojë Drilona Erizi që në 11 minuta e 44 sekonda sonte i realizoi 15 pikë. 7-5 është nga loja, ndërsa 3-3 nga vija e quajtjes së lirë, i ka marrë dhe 3 kërcime. I qëllan 2 quajtjet e lira Tyler Cheese, 15 pikë për 60-48.
Hajrizi. Mushic. Gjekovi Payne. Deri në fund, Gjekovi Payne, debërton, realizon. Në anën tjetër, e humbin topin mysafirët. Gjekovi Payne edhe një herë, deri në fund, realizon. Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Indes turbinat në këto momente, playmakeri. Gjekovi Payne. Kemi zëvendësime tek skuadra e Borës. E qëllën edhe gjuajtjen e lirë. 65-28, 5 pikë eksprese nga Gjekovi Payne. Bukuraj top tek Zeqiri në mesin e dy lojtarëve, blokuar pasën nga Mikajlet Mushic, i cili gjen të lirë Dardan Kapitin që ndalet me faul. Dytë lira për Dardan Kapitin. Një pikë ka qëlluar sonte në 7 minuta 26 sekonda. Qëllon në tentimin e parë. Edhe njëherë 50% i sakt Dardan Kapiti. Pika e dytë sonte 4-2 nga vija e gjuajtjes së lirë për 66 me 48. Kjo është edhe përsia më e thellë e trepshës sonte. Hunter. Payton. Dere në fund. Payton. Hajrizi tek Henry. Payne. Gjuan nga gjysmë distanca. Nuk është i sakt, Amin hot me i larti në kërcim. Qistek Alexander që realizon, mbeti vetëm aty. Alexander duket që ka mbetur i lënduar Mikajlet Mushic. Ullet për të pushuar në vend të tij në lojë, batën tuna. Payne. Drilon Hajrizi e kthe topin tek Henry që dëgjuan për 3. Nuk është i sakt. Tyler Cheese. Zolana top. Amin hët edhe njerë e kthe topin tek Cheese. Dëgjuan për 3 pik Tyler Cheese. Për 66 me 56. Shpejt përgjigje tashmë edhe Bora kur po i afrohemi fundit. Sekundat e fundit më sakte shohim Henryn që e merr përgjegjësinë. Shkon deri në fund dhe realizon për 68 me 56. E pam trepçën që e mori kontrollin edhe një u shkëput dhe në plus 18. Gjithsesi po mundohet maksimalisht skuadra e Borës të bëjë diçka më tepër, por do shohim a do të arrijë këtë në 10 minutën e fundit. Rikthehemi pas pak.
Gjithçka gati për të startuar tashmë edhe qereku i 4 dhe fundit i kësaj përballje. Edhe këtë qerek Trepça mbylli me përsi prej 12 pikëve. E përsi të cilën e pati edhe pas pjesës së parë. Lizje mire Drilona i Rizit, lirohet edhe Henry. Nuk arriti të realizon. Amin Hut. Tyler Cheese do të gjuan nga një largësi e madhe, nuk arriti të realizon. Hasbrook me i lartë. Do të tenton për 3, nuk qëllon. Po am Henry teksa kërceu për ta marrë atë kërcim në sulm, por luajti i fundit. Hunter. Bukur ai top tek Jetmir Zeqiri, i cili gjithsesi nuk arriti të realizon, dalet me faul nga Hasbrook. Shohim pasimin e Tyler Cheese tek Zeqiri. Sakt në të timin e parë, pika e 6 e Jetmir Zeqirit. Barazohet me pikë me Amin Hutin, cili gjithashtu i pati 6 pikë. Shmë ishte pika e 7 e Jetmir Zeqirit. Për dallim me ndeshjet e kaluara, sot skuadra e Trepçës ka aplikuar mbrojtje shumë të mirë ndaj Amin Hutit, që është ndalur në vetëm 6 pikë. Nuk e pa më atë performancë të tij. Drilona i Rizi bukur tek Henry, i cili qëllon. 70-58. Amin Hut. Tyler Cheese. Ka faul. Hasbrook do të ullet, batën tuna kthehet. Hot tek Zeqiri, afër tij është Henry. Arrin të gjuan jo edhe të qëllënshin Amin Hutin, i cili e merr atë nga duart, por ka shkaktuar me gjas faul. Po është personalja e Amin Hut, shohim. Ja mori nga duart topin Dardan Kapitit, por me faul. Payne. Zeqiri ka luajtur i fundit. Drilona i Rizi 1-1 me Payton. Pa problem, e qëllon edhe pikën e tij të 17, 72 me 58. Tyler Cheese. Ti është batën tuna. Tyler Cheese nuk është i saktë dhe e topi në duart e tij. E në tentimin e dytë me ndihmën e tabelës e qëllon edhe pikën e tij të 20. 5 asistime, 4 kërcime, 2 topa të vjedhur nga Tyler Cheese. 72 me 60. Henry shkon deri në fund.
Edhe njëri saktë, Zach Henry, që qëllon pikën e tij të 10. 74 me 60, 7 minuta lojë deri në përfundim. Sa kemi time out. Rikthehemi pas këtij pushimi. Adem Mekic. Zeqiri. Faul i Tunës. Mekic. Cheese do alet me faul nga Dardan Kapiti. Sa shojmë njerë personalin e Kapitit. Humbin topin mysafirët. Tek Henry. Trilon Ajrizi. 1-1 tani me Cheese. Nuk qëlloj kësaj radhe Ajrizi. Dësojnë më i Borës gjuan për 3. Adem Mekici nuk ishte i sak, por jetë mirë Zeqiri në kosh. E përmirëson duke e realizuar pikën e tij të 9. 74-62. Jackery Payne. Trilon Ajrizi. Tek Tuna. Sekundat e fundit të aksionit nuk arriti të realizon. E merë atë top Adem Mekic. Bukur do të shkon vetë deri në fund, dërsa ja krijoi aty hapësirën edhe. Jetë mirë Zeqiri, jetë në 10 përsia e Mitrovicas 74-64, 5 minuta e gjysmë deri në përfundim. Tjetër time-out i kërkuar. Rikthehemi pas pak.
Jackery Payne gjen Henryn. Trillon Ajrizi. Ka presionin Adem Mekiqit. Batën Tuna, sekundat e fundit të aksionit të Trepçës. Faul shkakton Jetmir Zeqiri. Qëllan Batën Tuna. Tentimin e parë dhe pika e ti e parë është kjo sonte. Edhe të ditën e realizon. Në 76-64. Anën tjetër lojë ngushtë ndërmjet Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit. Vetëm 1 minutë e 26 sekonda kanë mbetur në atë përpallje. 74-70 është rezultati në të mirë të Bashkimit që e pati kontrollin dhe e përsin deri në plus 13. Janë debërtimi i bukur i Tyler Cheese. 22 pikë të tij. Mushic. Kthen tek Trillon Ajrizi që dëgjuam për 3 pikë. Realizon edhe sonte në pikën e tij të 20 tashmë. Trillon Ajrizi. 79-66. Hunter në anën tjetër përgjigjet me dyshe. Hezitoj të gjuan Amin Hot, asistoj për Aleksandr. Mushic tek Kapiti. Henry. Henry. Ka gabuar në hapa e humë këtë top. Henry, cili ka 10 pikë. Saj ka edhe Jackery Payne 12 pikë të amzill nga banka rezervë. Dërsa më i miri vazhdon tjetë Trillon Ajrizi me 20 pikë të realizuara. Tyler Cheese. Gjuan për 3. Nuk arriti të qëllon kësaj radhe. Duarte Dardan Kapitit që së direkt tek Henry. Payne. Jackery Payne e kthen dobin tek Mikajlet Mushic. Nuk është i sakt. Më i larti në kërcim. Tyler Cheese, cimi ti 6. E shini mbrojtjen e Trillon Ajrizit. E vjedha të pastër, ndërsa dobin e vjedhe edhe Adem Mekiq në anën tjetër. Cheese ka faul, është vendosur në kohë Trillon Ajrizi. I vëmendshëm edhe në mbrojtje përpas që ishte fantastik në sulm. Trillon Ajrizi. E me duar trokitje ullet Trillon Ajrizi. Janë më pak se 3 minuta 2:58 tashmë. Hesbrook. Zemire ti do të shkon vetë. Nuk qëlloj, por Dardan Kapiti është aty për të e përmirësuar. Pika e 4 e Kapitit dhe kërcimi i 4 i ti. Gjithsesi, para se të vazhdojmë, një tjetër time out tashmë. Ne kthehemi pas pak.
Hunter. Nuk është kanë top tek Adem Mekic, i cili realizon. Payne. Të i Jackery Payne gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i sakt. Adem Mekic tek Cheese që shkon deri në fund, realizon 81-72. Tashmë 2 minutat e fundit të kësaj përballjeje. Do të shohim sa do të arrijnë të reziston Bora. Po a do të arrijnë të bën diçka më tepër. Henry deri në fund shkon vet, nuk qëllon. Mundësi për Prishtina si të edhe më tepër të e shkrije në bërsin. Nuk ka treshë nga minut e mera top. Adem Mekic që realizon 81-74, edhe më tepër afrohen në rezultat. Mysafirët teksa Dardan Kapiti ndalet me faul. Ta shohim edhe një herë nga vija e treshit Tunis. Pam Kapitin me hapat e tij gjigant. Nuk qëllon në tentimin e parë. As të dytën nuk e qëllon, i jep mundësin Borës të afrohet edhe më tepër në rezultat. Plus 18 ishte Tripqa. Tyler Cheese nuk qëllon kësaj radhe. Tashmë minuta e fundit, ishte i rëndësishëm ky sulm. Dhe to pikë do të ishin të rëndësishme për skuadrën e Borës, gjithsesi nuk qëlloi Tyler Cheese teksa Sek Henry nuk është i sakt. 3 tentime të huqura radhës nga vija e gjuajtjes së lirë në këto momente nga skuadra e Tripqës. Të dytën e qëllon Henry, pikën e tij të 11, 82-74, 52 sekunda. Hunter. Ja fal këtë top Jackery Payne-it. Alex Hunter në anën tjetër të shkon deri në fund, Rezart Mehmeti. Nuk treguan të vëmendshëm në qastet vendimtare Prishtinasit. Jackery Payne. Shini kontrolin e topit. Bukur ai top. Gjithsesi, Tyler Cheese e vjedh. Hunter për 3. Nuk qëllon, Dardan Kapiti më i larti në kërcim. Dhe Tripqa do të arrijnë fiturin 84-76. Loj me shumë më tepër rivalitet krahasuar me atë të para 2 ditëve. I munduan më tepër sonte Mitrovicasit. Skuadra e Borës gjithsesi në fund kampionët aktual arrin tek fitoria e radhës. Në anën tjetër edhe në duelin ndërmjet Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit ka përfunduar gjithçka 78-77, vetëm me përsi prej 1 pikëve Bashkimi e kam poshtur Golden Eagle Yllin. Kurse këtu më i dalluari ishte Drilon Ajrizi me 20 pikë. 12 pikë erdhën nga Jackery Payne, 12 i pati edhe Mustafa Hamzil, teksa 11 pikë tjera i ka shtuar Sek Henry. Në anën tjetër tek Bora më i miri ishte Tyler Cheese me 24 pikë, 8 kërcime, 5 asistime, 3 topa të vjedhur, ndërsa 15 pikë tjera i ka shtuar Alex Hunter. Për pak shasën kemi me intervistat.
Congratulations to Trepča, well-deserved win. I think it was a good game, and also we showed good character and fighting against a very good team with a lot of experience. I think at the end maybe some not good defensive possessions, especially when Trepča didn't find that many open shots like they did in the first half. That was the part of the game I'm not that happy, but in general, this is good. This is another good game for us with a very busy period ahead of all of us, and now we need to be ready for the next game. Once again, congratulations to them. It's a long race. E dëgjuam kryetrajnerin e skuadrës së Borës, tha që e përgëzoi skuadrën e Trepçës, nuk ishte i lumtur që në qasjet vendimtare nuk u treguan të vëmendshëm, patëm mundësinë, tha, që të bëjmë diçka më tepër, gjithsesi duhet i përgëzoj ata për këtë fitore dhe do të jetë një stinor ku do të jetë në fakt një stinor i gjatë për pak çast, do të jemi edhe me trajnerin Adis Beqiragić. Much energy, know even the quality, but for me it's very important that when we play this energy, that we win the game. So we know how to win the game when we play. Maybe worse than NBA. So it is hard for my players. Congratulations to them. They make enough energy to win the game. Thank you.